Në luftë. Al-Shara, po këto, po të kishim atë video dhe ishte keq, në fakt do kuptonim që më mirë kontekstin, sa po është kthyer nga USA, nga Gringot, ku ka takuar presidentin Donald Trump, i cili nga Washingtoni vizitë zyrtare. Zyrtare në Shtëpinë e Bardhë dhe në zyrën ovale, pra në zyrën ovale, po mire thash. Në zyrën e presidentit. Zyrën e presidentit, në White House, presidenti Trump e ka mbushur, i ka hedhur aq shumë parfum, i the parfum, edhe qeshte gëzoj. Po ta kishim atë video dhe ishte perl. Që e në qikë më aman të lutem. Ta si djetë sa gra keni ju, se Trumpi donte për vetë ishte si ai, me drejtën të martohet me 4 gra. Trumpi i tha, i dhuroj parfume ati? Po, i dhuroj. Po çfarë parfumi ishte ai? Se di, një parfum që bën Trumpi. Fyta, është parfumi Trumpit? Po. Fyta, çfarë perle. Ndërkohë, vetëm 2 ditë, kur erdhi ai mosh, kthyer ai në Siri? Po, është kthyer. Sa koka që është kthyer? Ja 2-3 ditë. Tani ndodh ky bombardimi në Damask. Në Damask, në kryeqytetin e Siris. Kulla. Isha unë para 3 javësh. Ku ishe ti atje, po bravo. Pra tani ti kulla po t'ishe atje? Po është në një nga lagjet e Damaskut, në Meze. Meze quhet? Po, me C. Edhe është... Po kulla, mund më thua çfarë është kjo më? Unë mendoj që... Se Izraeli godit Damaskun? Unë mendoj që shërbimet e Izraelite kanë pas informacione për prezencën e në njësie, sepse ki parasysh që Damasku ka dhe lagje me shiit, ndoshta të në njësie të këtyre të shërbimit inteligent iranian apo të grupimeve që ta kanë mbetur dhe kanë vendosur të veprojnë në mënyrë unilaterale. Kanë vendosur të veprojnë në mënyrë unilaterale dhe pavarësisht se Al-Shara, presidenti i Sirisë, bërë një marrëveshje me presidentin Trump që pikërisht në Damask, në aeroportin ushtarak do të vendosen 1000 trupa amerikane dhe ai aeroport do të kthehet një bazë amerikane. Pavarësisht sa izraelitët vazhdojnë, ki parasysh që Izraeli nga Damasku është vetëm 40 kilometra. Është afër. Jo, kur thua Izraeli ke fjalën për Tel Avivin. Jo, kufiri Izraeli. Kufiri Izraeli, dakor. Tel Avivi është më larg. Kufiri Izraelit, kur ti ulesh me avion, ti e shef malin aty lart. Sepse në veri të Izraelit është Libani? Jo, në veri të Izraelit është Libani dhe Siria. Dhe Siria. Është lartësitë Golan. Pikërisht. Tani që isha unë para 3 javësh, ditën e parë shkova dhe hangra një drek dhe dark në shtëpinë e një miku tim, që është pikërisht në 20 kilometra kufi nga lartësitë Golan ku ndodhen trupat izraelite. Ki parasysh izraelitët kanë teknologji dhe kontrollojnë gjithë Damaskun me teknologji ushtarake të jashtëzakonshme dhe goditja ushtarake që kanë bërë sot është... Tani, t'ja shpjegoj mirë dhe thjesht. Ç'lidhje ka marrëveshja e Trumpit që bëri me Al-Jolani, se Al-Jolani i themon Al-Shara i thua ti, pra me kryeministin, me ç'është ai president është Britania? President i ri i Sirisë. Ish Al-Qaeda është ky, jo? Ish Al-Nusra. Al-Nusra. Nuk është as ISIS as Al-Qaeda. Jo. Është tjetër, ka qenë grup terrorist ky. Edhe ky i kvotuar si grup terrorist në një listë për Al-Shara jep $10 milion. Ç'idhje ka marrëveshje ka bërë Trumpi me këtë, pra që t'i çojë 1000 ushtar amerikan ku? Në Damask. Jo as 1 kilometër nga këtu ku ka ndodhur. Kanë bazën ata atje? Po është një aeroport ushtarak historik sirian. Po pra, po që donte Trumpi për çfarë? Edhe aty do vendosen 1000 trupa ushtarake amerikanë, cilët do t'i bëjmë balans bazës ruse që ndodhet në det. Që është në det? Po. Bukur. Tani, pse Izraeli duhet të godasi tani në Damask? Për çfarë? Ka lidhje me këtë gjë, me këtë marrëveshje? Izraeli nuk është dakord? Unë mendoj që Izraeli ka goditur për të thënë që sepse këtu po diskutohet dhe një marrëveshje tjetër që është marrëveshje sigurie mes Sirisë dhe Izraelit. Jo marrëveshje njohje nga ana e Sirisë së shtetit Izraeli, po marrëveshje sigurie, pakt mosulmimi, po për garanci për këtë duhet të jetë do vendosen trupat amerikane në Damask. Arsye pse Izraeli godet, se me siguri ka patur... Kjo është hipotezët, le mos nxitohemi kulla se mund të përmirësohemi nesër. Ta themi është hipotezë ka goditur Izraeli, nuk është konfirmuar asgjë, sepse ka dhe ca lajme kontradiktorë të tjera që në vinë mua tani që thotë ka vdek vetëm një 30 vjeçare dhe janë plagosur disa njerëz. Po pse kush tjetër mund të qellojë? Jo, po prit, se mund t'i dhe shpërthim, mund t'i dhe shpërthim. Po jo, je i bindur? Jam i bindur. Ja dhe ca imazhe të reja në fakt. Urdhë, Ledio? Këto janë disa imazhe të reja. Po këto imazhe shtregojnë. Ti tregojnë bombardimin në shtëpi, ka hapi dritare ajo preda atje. Ka patur bombardim në rrugë, janë flakët akoma aty, kupton. Janë forcat e policisë dhe zjarfiksit edhe. Po nuk përjashton. Ja ti shikon janë në mur ato goditje, ti shikon predat.
Shikon, janë Po muret. dale më tani një sekond, ato duke si preda plumbi, ndërkohë që është bombardimi me çfarë është Po bërë? bombardimi me avion, me çfarë bëhet atë? Ato s'janë preda atëherë, ato janë thjesht goditje në mur, vrima që. Goditjet pra që janë bërë, është goditur, është një goditje përqendruar, një bombardim i një lagje të Damaskut, ja ku janë shis si është predh, si s'është predh ajo. E ka hap murin kështu bum. Nëse gjithsesi unë them të jemi të kujdesshëm apo jo? Po jo më krysh lajmi të shesh. Është A sigurt. do të lidhe me Damaskun Lidhë. ti marr telefon. Lidhë me Çikurgjend. Okej. Me Çikurgjend. Kulla zona Zotrinj Ilir Kulla që merr Damaskun live në emisionin tim Zonë e Lirë. Në orën 21:46 minuta do zoti përgjigjet miku i Kullës Damask. A flet anglisht ai? Po sigurisht. Vend do hapësh me kështu vëlla voçe, Po ha? sigurisht. Çfarë që i zëri më shumë kulla? Më shumë se kaj s'kam si ta çoj. Po ai sa ke o bu? Ah, bravo, ky është zëri. Vetëm afroj këtë mikrofoni. Jo, merre në dorë dhe afroj kështu, ha. Ja se di do na përgjigjen apo jo. E pra, po na u përgjigj. Po tipi ku jeton? Se më thoshë jeton. Damask. Jo, po Damasku është i madh, pra mund të jetë shumë. Ky ai mund mos digjë fare, valla. Po Damasku është i madh, po gjithsesi bombardimi dëgohet, nuk është se nuk dëgohet. Po i shkruaj edhe po na mori do Fyta. Për ta mbyllur me një fjali, Izraeli çfarë ka nëse është Izraeli që është mbrapa kësaj goditje? ja po na marr. Po merr. Hape ta bosh. Hey Aos. Si e ka emrin? Aos. Aos. How are you? I'm fine, good, fine. Everything is okay? Alhamdulillah, alhamdulillah. I'm looking that Beza was bombarded, huh? Yes. Who bombarded? Till now, we don't have any information. There's someone saying like it's car or saying like rockets. Rockets, huh? Rockets from inside Syria or outside. We don't have many information. I haven't seen. Okay, please text me. Everything is okay with your family and the rest? Yes. Okay. Normally, we live with this. Okay, yalla, let me know. Okay. Yalla, shukran, bye. Okay, yes. Shukran, sure. bye. Thank you. Bye. Jala është do me thënë. Është përshëndetje ty, që okej, s'ka. Jala është hello me. Yalla. Apo nuk nuk është. Jalla është filaqe. Si është edhe jo? Jalla është filaqe. Ku në çfarë gjuhë? Kinez që për? Shpreje tyre, domethënë. Me raketa është goditur. Ha? Është goditur me raketa. Ashtu tha? Po. Ja, dhe këto janë se imazhe nga televizioni sirian. Ja, këto janë Imazhet bombardimeve që janë Imazhet e para bombardimeve. 50 minutave. Ja, shikoj. Bum. Okej. Është të bëjon tani këtu. Më fal, a janë këto imazhe dhe jo? Po. Janë në fund kësaj thot televizioni sirian. Hajde kalojmë te pyetja tjetër tash. Të kalojmë te tema tjetër. Po s'ma the pra, pse godet Izraeli më Po tani se dim do ta sqarojmë, kjo është lajmi i fundit. Unë jam me ty në studio ndërkohë që bombardohet. Kjo e bën të veçantë zonën e lirë, po jo. Po totalisht vëlla. Ja, dhe ky është një sprej. Kërkoj info dhe atyre që na shikojnë, që nëse dinë një gjë më shumë edhe ne jemi këtu me ty. Qartë. Ja, dhe një sprej para lufte, domethënë. Okej. Po ja dhe kjo. Si e quhet radio? Një sprej para lufte. Sprej me parfum. Para lufte, po. Para luftës. Edhe Xhelani çfarë? Vazhdoj. Emra, raportet fillestare tregojnë se një gruar të 30 viteve u vrante të tjerë u plagosën pas shpërthimit që dëgjuan në zonën Meze të Damaskut. Natyra e tij po hetohet. Guvernatori i Damaskut thotë. Temën tjetër. Tema tjetër. Le dio, bëjmë xhiron çilek para se ikim te tema